Ju përshëndes, desha pak për ata të cilët nuk I njohin gjanat, për ata të cilët vrapojnë pas njerëzve që nuk ja vlen, ja shpjegoj pak a shumë situatën e kësaj lëvizjes vetëfundosje. Këta njerëz janë njerëzit më të rrezikshëm për kombin shqiptar, jo vetëm për Kosovën, po për kombin shqiptar. Këta përpiqen që përmes gënjeshtrave dhe shpërlarjes së trurit të disa njerëzve të cilët I kanë trun po si përdorin, të arrijnë që ta ndryshojnë historinë e Kosovës, sidomos. Historinë e luftës shqirimtare të Kosovës dhe ta bartin nga kontributi I jashtëzakonshëm I ushtrisë shqirimtare të Kosovës, ta bartin tek njerëzit të cilët I kanë shërbyer Serbisë. Nuk kemi çka diskutojmë. Ai që është interesuar për ballet në një debat televiziv me Nuredin Drenicën, kur do qoftë ai nga presidentja e deri te kryetari I komunës, urdhëroni dhe përballoni me mua në një debat televiziv, por me dhëna të sakta dhe me fakte. Unë jam I gatshëm. Tani shtrohet pyetja, dikush thot pse pse ashtu, dikush edhe shon, po ato si marrën për bazë absolut, ata njerëz janë të padijshëm dhe kjo lëvizje është e rrezikshme për vendin tonë. Prandaj edhe shpresoj shumë që kjo do të bie dhe Kosova mos qeveriset nga këta njerëz. Për me u përkujtu disave të cilët nuk e njohin mirë as historinë, apo e njohin po dëshirojnë të ndryshojnë, rasti I funit me krerët e UÇK-s në Hagë është I lidhur direkt me qeverinë e Kosovës, këta që janë pozitë. Tash paramendoni kur shtetet e Evropës dhe të botës I besojnë një qeverie të tillë e cila I akuzon vetë shqirimtarët e vetë, I atij populli, I atij vendi, tash nuk mund të lëm fajtor këta kur argat e shkat pikërisht qeveria e Kosovës është kundër shqirimtarëve që janë në Hagë. Dhe rasti I funit tash lidhet direkt me qeverinë e Kosovës. Përfundoi procesi, përfunduan dëshmitarët në Hagë, përfundoi gjithçka. Dhe ata nuk kanë absolut kurfar argumenti të mbajnë shqirimtarët tanë në Hagë dhe koha për të liru, tash qeveria e Kosovës është e lidhur direkt pikërisht lëvizja vetëvendosje në krye me këtë Albinin babën e Jovë, është e lidhur direkt me Hagën. Dhe për t'i dhënë kohë këtyne që ta formojnë qeverinë dhe të vazhdojnë që Kosovën ta sjellin në një situatë katastrofale, ata ja vazhduan, krerëve të UÇK-s edhe për 2 muaj ja vazhduan të qëndrojnë në Hagë. Domethënë për t'i dhënë kohë qeverisë të Kosovës që ta formojë qeverinë dhe pastaj të vazhdojnë me këto gjanat që kjo është e lidhur direkt me ta dhe mos t'i lirën shqirimtarët tanë. Për mu kanë qenë jeta më e lumtur kur jemi shliru pej Serbie, pastaj më e hidhur kur janë kidnapu shqirimtarët tanë, pastaj edhe më e hidhur kur lëvizja vetëvendosje erdhi në pushtet, dhe tani pres që inshallah nuk më del shpirti pa I pa këta jashtë kuvendi, sidomos lëvizjen vetëvendosje, dhe inshallah nuk më del shpirti pa I pa shqirimtarët tanë që vinë e shkelin tokën e Kosovës, ku për atë tokë vetë luftuan, vetë e shqiruan dhe vetë e shpallën shtet të pavarur. Respekt nga Nuredin Drenica.